lagje ka afinitete më të mëdha kriminale so Këtu po flasim për një qytet të vogël që është Kaçaniku, një qytet i vogël. Nëse flasim për Kaçaniku, na e dim edhe në të kaluarën qysh pe Lavdër Muhaxhirit. Po Kaçaniku ka histori të bujshme, ka histori trimërore, janë thurë kanga, janë thurë gjëra të ndryshme. Dorso tani po na dolin viteve të fundit që një grup i të rive, kryesisht prej Kaçanikut, po indoktrinohen dhe po marrin pjesë në luftat të ndryshme, qoftë në lindjen e mesme, e që është për fat të keq ai vend. Mendoj që duhet të sensibilizohet edhe të merret situata, ndoshta për përmirësimin e mirëqenies socio-ekonomike. Pra që përmeni që lidhet kështu edhe me grupet ekstremiste, edhe pse në këtë rast ende nuk ka një informacion nga prokuroria që është një grup ekstremist. Këto janë veç diskutime cilat po bëhen, duhet patjetër ta përmendim. Prej ardhe prej Kaçanikut. Mirë po, nëse Kaçaniku njihet pra për këtë problem, për këtë shqetësim, kjo i bie që nuk është trajtuar, sepse këto vazhdimisht po dojnë. Qasje pa ndryshme u duhet prej gjitha instancave relevante që merret me këtë problematik për parandalimin e kësaj situace. Pra ka sensibilizimin në shkolla, për shembull, të Kaçanikut. Shkollave, pastaj në sistemin e edukimit, biseda me nxënës, çfarë të ndryshme psikosociale, terapi të ndryshme, apo trajnime të cilat merren me zgjidhjen e problemeve, konflikteve të ndryshme, pastaj mirëqenia sociale atij qyteti kishte qenë mirë për shembull mu ngrit kapacitetet shtetërore të infiltrojnë, të gjenerojnë vende të punës që njerëz ta kenë të përmbushur veten, të plotësojnë të gjitha ato detyrime dhe mos të binë prej grupacioneve të ndryshme, qofshin kriminale apo indoktrinuese të ndryshme, të cilat pastaj po sjellin fatkeqësinë.